Megjithëse ndodhet në zonën malore të njësisë administrative Dropulli Sipër, fshati Llovin ka një klimë mesdhetare, shumë të favorshme për zhvillimin e turizmit. Llovina është një nga fshatat më të bukur të njësisë administrative Dropulli Sipër. Është fshati i cili karakterizohet nga përfaqësimi i tyre qoftë në vendin tonë, qoftë në Greqi, por edhe më tutje, në Amerikë. Të gjithë llovinjotët kontribuojnë në fshatin e tyre, por aktualisht në fshat banojnë vetëm 40 banor nga 400 që janë të regjistruar në regjistrin themeltar të gjendjes civile. 3 objekte kulti, bukuri natyrore Mahnice dhe shtëpi shumë të bukura, janë resurte për banorët e Llovinës, por problemet që hasin banorët erpasere, siç janë ndërprerjet e shpeshta të energjisë elektrike dhe mungesa e ujit të pishëm, tregojnë kthimin e emigrantëve në vendlindje. Ne duam rrugë, dritë dhe ujë, asnjë gjë tjetër. Kaq duam neve. Të na ketë një çik në përgjegjësi këtu, domethënë bashkia dhe kaq duam, asnjë gjë tjetër nuk duam. Të na përkrah një çik në këto probleme që kemi edhe kaq. Cili është kontributi i emigrantëve për fshatin, për vendlindjen? Emigrantët janë njerëz që duan që të eci fshati, të bëj domethënë punë fshatit, të bëjmë edhe shtëpitë që kanë bërë, të bëjnë akoma. Inshallah të veten çik më mirë çdo gjë që nga ato që kemi probleme, nga ato kanë ardhur fshatarët në Beardh, nuk kanë gjetur ujë në shtëpi dhe kanë ikur. Është gjina. Pse mos kemi ujë në Beardh? Vinë ata emigrantët dhe ikin. Pse mos kemi ujë? Gjina dhe do ikin se s'ka ujë. Sidoqoftë, e ardhmja e Llovinës është shpresdhënëse, se para pak javësh ka filluar të riaktivizohet shoqata e emigrantëve të fshatit.